Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ja ku takuam në rubrikën tonë informative. Trump, marrëveshje për uljen e çmimeve të banave për humbje peshe. Presidenti Donald Trump deklaroi se administrata e tij ka arritur një marrëveshje për të ulur çmimet e banave për humbje peshe në Shtetet e Bashkuara, përkatësisht me medikamentet Wegovy dhe Zepbound. Trump tha se ka përfunduar një marrëveshje me kompaninë farmaceutike daneze Novo Nordisk, prodhuese Wegovy, dhe me konkurentin amerikan Eli Lilly, që prodhon Zepbound. Në këtë drejtim nuk është ende e qartë nëse kjo marrëveshje do ketë ndikim në çmimet e banave për humbje peshe në Evropë. Sipas Trump, marrëveshja synon të jap fund çmimeve të tepruara të banave në Shtetet e Bashkuara. Kompanitë farmaceutike zakonisht vendosin çmime shumë më të larta në tregun amerikan sesa në Evropë apo Azi. Shtetet e Bashkuara konsiderohen një nga tregjet më të shtrenjta në botë për shumë bana. Në vendet evropiane dhe aziatike, çmimet zakonisht negociohen në mënyrë qendrore dhe industria farmaceutike rregullohet rreptësisht. Banat në fjalë, të cilët veprojnë duke rregulluar oreksin dhe kanë treguar në studime se çojnë në humbje të ndjeshme peshe, kanë qenë kohët e fundit shumë të kërkuara. Megjithatë, ato mbeten të shtrenjta dhe kostot rrallëherë rimbursohen nga kompanitë e sigurimeve shëndetësore. Eli Lilly dhe Novo Nordisk kanë rënë dakord që zbatojnë çmimet krahasueshme me ato ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara në mënyrë që të fitojnë qasje tek miliona pacientë të ri përmes programeve qeveritare si Medicare, skema federale e sigurimit shëndetësor që përdoret kryesisht nga qytetarët e moshuar dhe të sigurojnë shitje më të qëndrueshme. Biden sulmon Trump, ti na turpëron si kom. Ish-presidenti amerikan Joe Biden i bëri një kritik të fortë pasardhësit të tij duke argumentuar para një dhome mbështetësish se presidenti Donald Trump i ka bërë një goditje shkatërruese demokracisë. Ish-presidenti amerikan Joe Biden ka sulmuar ashpër Donald Trump gjatë një kalimi në Omaha të Nebraskës, duke akuzuar se i ka dhënë një goditje shkatërruese demokracisë amerikane. Gjatë fjalës së tij, në një gala të organizuar nga Partia Demokratike e Nebraskës, Biden tha se e kishte ditur që Trump do të sillte përçarje në vend, por nuk e kishte imagjinuar për masën e dëmit që sipas tij ka shkaktuar ish-presidenti republikan. Ai u referua dhe pritjes së krahut lindor të shtëpisë Bardh për ndërtimin e një sallë vallëzimi, duke quajtur këtë simbolin perfekt të presidencës së tij. Biden u shpreh se Trump nuk i ka dëmtuar vetëm institucionet amerikane, por dhe vetë demokracinë dhe kushtetutën e vendit. Duke i drejtuar ish-presidentit në mënyrë të drejtë për drejtë, Biden tha, sinqerisht i vepron në mënyrë që na turpëron si kom. Ju punoni për ne, zoti president, ne nuk punojmë për ju. Ju punoni për ne, jo vetëm për miliarderët e milionerët. Ai theksoi se është zemëruar me mënyrën se si Trump ka udhëhequr vendin dhe me premtimet e tij se mandati i dytë i ka sjellë Amerikës një epokë të artë. Gjatë fjalimit, Biden foli edhe për diagnozën e tij me kancerin e prostatës, duke lidhur me përvojën personale me rëndësinë e mbështetjes për kujdesin shëndetësor publik. Kërcënimi i fundit i Trump për kupën e botës ngjas shqetësim. Kërcënimi më i fundit i Donald Trump lidhur me kupën e botës 2026, e cila do të bashkëorganizohet nga Shtetet e Bashkuara, raportohet se ka shkaktuar shqetësim. Presidenti amerikan prit të jetë i pranishëm në shortin për tuneun, i cili do zhvillohet më 5 dhjetor në Washington DC. Trump ka qenë shumë i zëshëm në muajt që paraprin kupën e botës dhe ka bërë disa deklarata sensacionale. Ai u tha gazetarëve muajin e kaluar se mund të kërcënonte me zhvendosjen e ndeshjeve nga disa lokacione nëse ato ishin të pasigurta ose po bënin një punë të keqe. 4 lokacione që Trump i ka përmendur si potencialisht të rrezikuar është Seattle, Boston, Los Angeles dhe San Francisco. Të gjitha janë pjesë të shteteve që Partia Demokrate i fitoi në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 24. Trump nuk e ka fuqinë të zhvendosë vetë ndeshjet, por teorikisht mund të ushtrojë presion ndaj palëve të përfshira që të tërhiqen nga marrëveshja ose të kontaktojnë presidentin e FIFA-s Gianni Infantino. FIFA deklaroi muajin e kaluar se siguria dhe mbrojtja janë përgjegjësia e qeverisë dhe ajo vendos se çfarë është në interesin më të mirë të sigurisë publike. Sipas The Athletic, disa qytete pritëse kanë shprehur shqetësime për aftësinë e tyre për të tërhequr sponsor lokal për kupën e botës pas komenteve të Trumpit. Raporti shton se qytetet pritëse mund të përfitojnë të ardhurat nga festivalet
e tifozëve dhe në kategori jo konkurruese që janë të ndara nga sponsorët e stadiumeve që përdor FIFA për çdo ndeshje. Zelenski, Rusia po grumbullon trupa në verilindje të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka deklaruar se Rusia po grumbullon trupa pranë qytetit Vovansk në provincën e Kharkivit në verilindje të vendit. Në një deklarat për mediat në Kiev, Zelenski theksoi se sulmi i Moskës ndaj qytetit lindor të Pokrovskit ka si qëllim të tregojë përpara presidentit amerikan Donald Trump sukseset të Rusisë në fushën e betejës. Pokrovsk ka qenë në qendër të luftimeve të ashpra ditët e fundit, duke u shndruar në një pikë kyçe të përplasjes në frontin lindor të Ukrainës. Luftimet janë të ashpra për kontrollin e këtij habi logjistik në rajonin industrial të Donetskut që Kremlini synon ta pushtojë. Bredhi 100 vjeçar nga New Yorku do të dekorojë qendrën Rockefeller për Krishtlindje. Familja Rast nga East Green Bush në New York gjithmonë ndërronte ta shihte pemën e tyre gjigante të bredhit norvegjez të zbukuronte qendrën Rockefeller për Krishtlindje. Kjo ëndër u bë realitet, por me një kthes prekse. Burri i Judy Dunn ndroi jetë në vitin 2020 në moshën 32 vjeçare. Megjithatë, pema e tyre do të shërbejë si një simbol i kujtimit të tij kur të ndriçojë qendrën Rockefeller për miliona vizitorë në këtë sezon festash. E di që im shoq do të kishte dashur shumë të ishte këtu për këtë moment, tha Judy Rush për NBC. Ne gjithmonë flisnim për pemën e qendrës Rockefeller. Është kaq e veçantë që pema jon familjare do bëhet pema e Amerikës. Pema 22 metra e gjatë u pre më 6 nëntor dhe filloi udhëtimin e saj drejt qendrës Rockefeller ku ka arritur. Judy tha se pema ishte mbjellë nga stërgjyshit e burrit të saj në vitet 1920. Një mik i familjes që kishte një të afërm që punonte në qendrën Rockefeller, arriti të jepte një foto përmes pemës familjare e Rast kryekopshtarit të qendrës Eric Pauzi. Pauzi shkoi të shihte pemën nga afër dhe vendosi se ishte perfekte për ndriçimin e vitit 2025 me më shumë se 5.000 drita dhe një yll Swarovski në maj. Mendoi se do ta ndërroja sepse nuk mund të jetë e vërtet, a Judy. Ajo u rrit në New York dhe vizita tek pema në qendrën Rockefeller ishte një traditë vjetore familjare. Tajfuni Fung-on godet rënd Filipinët. Të paktën 2 persona kanë humbur jetën në Filipine, ndërsa tajfuni Fung-on ka goditur rajonet qendrore dhe lindore të vendit, duke sjellë shira të rrëmbyeshëm dhe era të fuqishme. Pjesa e madhe e rajonit Bicol ka mbetur pa energji elektrike, ndërsa stuhia pritet godas më vonë Luzonin verior. Më shumë se 1 milion banor janë larguar nga zonat e rrezikut në provincën Aurora, ku tajfuni pritet të sparkojë pikërisht sot në mbrëmje. Zyrtarët u bën thirrje qytetarëve të respektojnë urdhat e detyrueshme të evakuimit. Sipas autoriteteve meteorologjike, erat kanë arritur në 230 km/h, duke goditur tashmë disa zona të Luzonit, ishullin më i populluar i Filipineve. Alarmi i lartë në shumicën e rajoneve. Shumë zona të Luzonit janë vendosur në nivelet e parë dhe të dyta të larta të alarmit, ndërsa qyteti dhe kryeqyteti Manila vazhdon të jetë në nivelin 3. Të hënën, shkollat dhe ndërtesat publike do mbeten të mbyllura, rreth 300 fluturime janë anulluar. Një video i qarkulluar në rrjetet sociale tregon urën që po shihni të varur në qytetin Kamalinga në provincën e Camarines Sur, duke u lëkundur nga erat e forta të këtij uragani. Dita e 40 e mbylljes qeverisë amerikane. Senati amerikan po mblidhet një seancë të rrallë të dielën për të zblokuar ngërçin 40 ditor që e ka lënë qeverinë federale të mbyllur. Megjithatë, përparimi i dukshëm ende nuk ka. Kryetari i shumicës në Senat, John Thune, tha se Senati do qëndrojë në punë derisa qeveria të rihapet. Republikanët po përgatisin një paketë me 3 ligje buxhetore afatgjata të quajtur minibus, për të bashkuar me projektin e përkohshëm të dhomës përfaqësuesve. Kjo pritet të jetë mënyra e tyre për të përfunduar krizën buxhetore. Në një votim paraprak që do zhvillohet sot, por palët mbetën larg kompromisin. Demokratët ofruan të hapin qeverinë në këmbim të zgjatjes për një vit të kredive tatimore për kujdesin shëndetësor, por republikanët e refuzuan menjëherë dhe kaluan fundjavën duke sulmuar ligjin e kujdesit shëndetësor Obamacare në një linjë me presidentin Trump. Presidenti Trump në platformën e tij Truth Social e quajti sërish Obamacare sistemin më të keq shëndetësor për çmimin e lartë, duke kërkuar që paratë e programit të mos shkojnë
për kompanitë e sigurimeve për drejt qytetarit. Paguani njerëzit, jo kompanitë e sigurimeve. Ndërkohë Mikey Sherrill, guvernatori i zgjedhur në New Jersey, dhe deputetët demokratë thanë në intervistë për Face the Nation se mbyllja e qeverisë po dëmton ekonominë dhe askush nuk mund ta justifikojë këtë dëmtim. Ajo bëri thirrje që presidenti i Senatit dhe dhoma përfaqësuese të hapin menjëherë qeverinë dhe të ndalojnë dënimin e qytetarëve për arsye politike. Policia e Shelbyt ka arrestuar një të dyshuar pasi 2 persona u gjetën të vdekur në një sallon makinash në Shelby Township të premten. I dyshuari u gjet herët të shtunën pasi policia ekzekutoi një urdhër kontrolli në një hotel në Romulus pranë aeroportit ndërkombëtar të Detroitit, sipas një njoftimi nga drogeri i policisë të Shelby Township, Mark Benedettini. Provat u sekuestruan gjithashtu nga dhoma e hotelit, tha Benedettini. Emri i dyshuarit do të bëhet publik pasi ai ka dalë përpara gjykatës. Ekipi i reagimit special të policisë Sterling Heights ndihmoi njësinë e reagimit taktik të policisë së Shelby Township në ekzekutimin e urdhrit kontrollit. Të premten pasdite 2 burrat nga qarku i Macombit u gjetën të vdekur në Star Auto Sale në Ryan Road në një incident përshkruar nga autoritetet si një vrasje dyfisht. Policia e Shelby Township u dërgua në sallonin e makinave në orën 18:28 të së premtes për të kryer një kontroll mirëqenie. Brenda, oficerët gjetën trupat e 2 burra, një 48 vjeçar nga Clinton Township dhe një 40 vjeçar nga Shelby Township, thanë zyrtarët. Punonësit ishin punonjës të autosallonit. Autoritetet nuk kanë bërë ende as emrat e viktimave publik. Fjala e profesoresht Ana Dilelio në salinë qendrore të Vatrës për prezantimin e librit The Strongest Link, historia gojore e të mbijetuarve të përdhunimit gjatë luftës në Kosovë. Ana Dilelio dhe Garantina Kraja, seria e historisë gojore të Oxfordit, sipas profesor Elez Osmanit, tregojnë jetën e popujve që kanë ngjarje historike që kanë peshë të veçantë historike jo vetëm në territorin që lirohet edhe çlirohet, por dhe në mbar historinë kombëtare. Ato paraqitën librin e tyre në Federatën Vatra. I tillë, tha ai, është lufta për çlirimin e Kosovës. Lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës as nuk piku nga qielli, as nuk doli nga dheu, por ishte i gjithë ky rrugtim historik në jetën e popullit të Kosovës, të popullit shqiptar në përgjithësi, që kishte një çmim të rënd në rrugën e zhvillimit historik. Jo vetëm se lufta është luftë, po që sjell shumë shkatërrime dhe humbje të jetese të njerëzve deri në të fëmijëve të pafajshëm, por edhe pse përpara kishim një armik shekullor që hartonte programe për zhdukjen e shqiptarëve që nuk respektonte ligjet e luftës, të mos flasim për moralin e luftës së tyre. Tema bosh që u trajtua në librin e sapo botuar nga profesoresha Ana Dilelio dhe Garantina Kraja të zgjon djeshmërinë, dhembjen, keqardhjen për personazhet e librit që janë nënat, motrat, nuset të vajzat tona, por meriton të diskutojmë, të vlerësojmë dhe të përgëzojmë autorët për punën e vyer, duke përballur lexuesin me një realitet të vështirë mund të gjendet në historinë e përpoqshme të luftarve. Libri një histori gojore të mbijetuarve të përdhunimit gjatë luftës së Kosovës, para së gjithash për gratë që kanë rrëfyer historitë e tyre dhe dëmis e njerëzimit para jetës tyre, gjatë dhe pas luftës së Kosovës në vitin 1987-99, tonë autoret Ana Dilelio dhe profesoresha asociuar në Mastër të Arteve në Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin e New York. Si eksperte për Kosovën, ajo është bashkëthemeluese e iniciativës së historisë gojore të Kosovës. Ajo ka dhënë mësim në Universitetin e Kolumbias, në Kolegjin Sarah Lawrence, Shkollën e Re në Universitetin Amerikan Kosovë. Ajo është redaktore e librit The Case for Kosovo, Passage to Independence, himni, autore e librit Betejë e Kosovës 1389, një epik shqiptare, dhe Dimri gjatë 1145, kushtuar masakrës së Tivarit të bërë nga partizanët e Tito së bashku me ndihmën e partizanëve shqiptar ndaj kosovarëve. Doktori që i dha jetë lirisë. Libri u prezantua në New York më 5 nëntor në konsullatën e përgjithshme të Republikës Kosovës në New York, u promovua monografia Doktori që i dha jetë lirisë, Doktor Faredin Hoti, dëshmori kombit, me autor Besnik Hotin, birin e mjekun hero. Në hapje, ambasadori Bleri Mreka i cilësoi librin si dëshmi për drejtsinë e luftës së UÇK-s dhe sakrificën e një populli për liri, ndërsa profesor Nusret Plana e vlerëson autorin për obligimin ndaj kujtesës kombëtare. Besnik Hoti tregoi se frymëzimi për librin lindi nga humbja e babait, vëllait dhe gjyshit në pranverën e vitit
1199 tre breza të rënë në altarin e lirisë. Monografia me 5 kapituj sjell dëshmi nga kolegu ushtar dhe pacient të humanizmit të doktor Faredinit, obstetër ginekolog që ndihmoi lindjen e 800 foshnjave shpesh në kushte lufte. Në sfalt u shfaq një montazh për jetën e tij, ndërsa të pranishme ju dhuruar për mbledhja poetike Vdekja e një nate, Olim Prishtinë. Mjeku i dashur për popullin e tij ka lënë gjurmë në art në sport. Emrin e tij e mban turneu për kujtimorit të rinjve dhe reparti ginekologjisë në Ravec, ndërsa bluzat e bardha ruhet në Muzeun e Krushës së Madhe. Autori i diplomuar në marrëdhënie ndërkombëtare falenderoi konsullatën dhe kontribusit Gjozi Përcolla dhe ambasadorin Reka për mbështetjen në fjalët e tij emocionale, tha se është e pamundur të jem diplomat kur para syve kam baban. Pjesëmarrësit e quajtën promovimin një moment frymëzues dhe një apel për drejtësi për Krushën e Madhe. Në fund besniku tregoi foton e ushqinotit gjetur në portofolin e babait, simboli gjakut dhe kujtesës që nuk shuhet. Rizgjedhja e Emiliana Ulajt, një histori suksesi për komunitetin shqiptar të Westchester. Në një ditë parrushme të nëntorit 2025 për komunitetin shqiptar, Emiliana Ulaj u rizgjoll si legjislatore e qarkut Westchester për distriktin e 9, duke vazhduar misionin e saj të palëkundur për shërbyer komunitetin që ka mbështetur kaq besnikërisht. Kjo fitore nuk është thjesht një numër në fletët e votimit, por një dëshmi e fuqishme e besimit që banorët e distriktit 9, duke përfshirë qytetet e Cortland, Ossining dhe mini bashkitë e Bryan Cliff, Manor, Buchanan dhe Croton on Hudson, i kanë dhënë kësaj gruaje shqiptare të suksesshme në New York. Ulaj ka treguar se puna e saj e palodhur gjatë mandatit të parë nuk ka kaluar pa u vlerësuar. Lindur në Shqipëri, Emiliana dhe familja e saj ikën në vitin 1997 në Worcesterin Verior. Prindët e saj punuan shumë punë të ndryshme për të siguruar një jetë të qëndrueshme. Ëndrat e Emilianës u bën realitet, ajo diplomua në John Jay High School dhe më pas në Port College, duke krijuar një karrierë suksesshme si avokate publike, bashkëpunëtore në Senatin e New Yorkut dhe organizatore sindikale për New York SUT, pikërisht sindikatën që ndihmon familjen e saj. Një udhtim nga refugjata në legjislatore nuk është vetëm personal, por frymëzon mijëra të tjerë që shohin tek ajo një shembull të ëndrës amerikane të realizuar. Gjatë mandatit të parë, Ulaj si kryetare e Komitetit Punës të Drejtave të Njerëzit ka luftuar për ligje që investojnë në fuqinë punëtore, duke promovuar marrëveshjet e punës së projektit dhe duke mbështetur punëtorët e rajonit. Ajo ka qenë zëri i zjarrt i qëndrueshmërisë mjedisore, duke mbështetur projekte të energjisë diellore, zgjerimin e kompostimit, transportin publik dhe konvertimin e flotës së autobusëve bilaj në elektrifikim. Qyteti Westchester është qyteti i 7 më i madh i New Yorkut nga popullsia, me një buxhet prej 2.8 miliard dollarësh. Gashi fiton një mandat tjetër në bordin e ligjvënësit të qarkut Westchester. Vetë Gashi, demokrat nga Yorktown dhe kryetari aktual i bordit të ligjvënësve të qarkut Westchester, ka siguruar një mandat të ri duke mposhtur kundërshtarin republikan Kevin O'Keefe nga Somers. Gashi fitoi me 6.349 vota kundrejt 4.707 të O'Keefe sipas rezultateve zyrtare të zgjedhjeve. Në një prononcim në Yorktown News, Gashi tha se ndihet i emocionuar për fitoren, duke theksuar se fushata e tij u bazua tek puna tek shërbimi ndaj gjithë komunitetit. Ky është një distrikt ku 61% e votuesve nuk janë demokrat, por ne fituam sepse u drejtuam të gjithëve me ndershmëri dhe rezultate, tha ai. Lindur në Kosovë, Gashi emigroi në Shtetet Bashkuara si fëmijë për të shpërtuar regjimit komunist. Familja e tij u vendos në Yorktown, ku përfundoi shkollën e mesme, pas studioi në Kolegjin e Connecticut në shkollën e drejtësisë në Seton Hall. Ai ka bërë praktik pranë gjyqtares së arshme, gjykatës supreme Sonia Sotomayor dhe kongresmenit Lee Hamilton. Pas studimeve, Gashi u kthye përkohësisht në Kosovë sa pavarur për të ndihmuar në reformat ligjore. Artiola Huli feston 5 vjet suksese në Shopping for Luxury. 5 vite më parë, një grua shqiptare nga New York u kthehet bashkërinë e saj për modën e markave të njohura në një biznes të vërtet. Sot, Artiola Huli, themeluese e Shopping for Luxury, feston 5 vjet që prej krijimit të markës së saj, duke transformuar mënyrën se si gratë e përjetojnë stilin, duke bashkuar elegancën evropiane me fuqinë e blerjeve të mençura autentike. Platforma e saj Shopping for Luxury
ka krijuar një audiencë besnike mes grave që kërkojnë module origjinale nga markat më të njohura si Prada, Gucci, ISL, Dior, Bottega Veneta, pa çmimet e larta të dyqaneve. Çdo artikull zgjidhet, verifikohet dhe stilizohet me kujdes nga dikush që jeton me modën, po nuk lejon që ajo të përcaktojë atë. Nuk ka bërë thjesht me shitjen e markave të njohura, ka të bëjë me faktin që gjithë kanë qasje në uljet dhe outletet që këto marka ofrojnë. Ne bëjmë gjithë punën e vështirë gjatë procesit kërkimit dhe përzgjedhjes në mënyrë që klientët tanë mund të blejnë produkte luksoze me çmime më të ulta nga komoditeti i shtëpive të tyre. Gjatë këtyre 5 viteve, biznesi i saj është rritur nga një nismë e vogël në një shtëpi në një butik digital në klientën e Shtetet Bashkuara në Evropë. Më gjërë, ajo ka ndërtuar këtë platformë mbi transparencën, besimin dhe shijen. A Place in the Sun do të përfaqësojë Shqipërinë në Bienalen e 61 të artit në Venecia. Shqipëria do përfaqësohet në Bienalen e 61 të artit në Venecia me projektin A Place in the Sun. Lajmi u bë ditur nga Ministri i Turizmit dhe Kulturës dhe Sportit Blendi Goxha në një postim në rrjetet sociale, ku theksoi se Korini u përzgjodh nga hyria e përbërë nga Adale Demetia, Katerina Grekos, Blanche de Lestrange, Elian Stefa dhe Anisa Zeqo. Hyria zgjodhi këtë projekt si më bindësi ndër 17 aplikimet e pranuara përmes thirrjes së hapur pasi spikat për thellësinë e kuadrit të tij konceptual për saktësinë e realizmit vizual. Ky projekt ndërthur kërkimin arkivor, folklorin dhe imagjinatën. Korini eksploron mënyrën se si kujtesa kolektive dhe ideologjia formsojnë identitetin dhe hapësirën, duke endur lidhje mes së shkuarës shqiptare dhe ndërthurjeve të saj me Bashkimin Sovjetik, nënvizoi Goxha. Ministri Goxha u shpreh se hyria vlerësoi risjelljen kujtesë të arkivave pamore lokale përmes një këndvështrimi absurdist dhe lindor me qasjen e tij shumë dimensionale dhe eksperimentale ndaj historisë. Liridona Muzaçi me biçikletë përshkon 5000 kilometra nga Gjermania në Kosovë. Liridona Muzaçi, që jeton në Gjermani, përshkroi mbi 5000 kilometra. Udhëtimi i saj u bë simboli vendosmërisë dhe besimit në vetvete. Kur Liridona Muzaçi hipi në biçikletë në Munich, ajo nuk e dinte se po niste në një udhëtim që do t'i ndryshonte jetën. Ajo që filloi si një ide spontane të shkonte me njëherë me biçikletë në vendlindje, u kthye në një aventurë prej më shumë se 5000 kilometrash përmes 10 shtetesh, mes maleve, lumenjve dhe rrëfimeve të panumërta. Thjesht doja të nisesha, thot Muzaçi, me qëllim për të arritur Kosovë, pas një plan të qartë, vetëm unë, bicikleta ime dhe rruga. E lindur në Kosovë, po arritur dhe banore e Gjermanisë, ajo donte të lidhte të dy botët në mënyrën e saj ngadalë me vetdije me forcën e vet. Rruga e saj kaloi nga meniu në për Austri, Italinë Veriore, Sloveni, Hungari, Slovaki, Serbi, Bullgari, Rumani, Maqedoninë e Veriut, Shqipëri deri në Kosovë. Mes rrugës ajo ndalonte her pas here në Austri, Sloveni për të shijuar natyrën, në Rumani për të pushuar shpirtin, në Shqipëri qëndroi madje një muaj të tërë për të njohur më mirë vendin. Shqipëria më magnetit, tregon ajo, peizazhi është magnetës, njerëzit jashtëzakonisht të ngrohtë, u ndjeva njëkohësisht e lirë dhe e lidhur me gjithçka. Në rrugën e saj u takoi shumë njerëz, familje që ftonin për drek, kalimtar, kurreshtar, udhëtar me bicikletë nga gjithë bota, shumë u çuditën se ajo udhëtonte e vetme. Do thosh si grua e vet me shpellën gjallë, habi, thot Muzaçi, po pothuajse kudo më pritën me respekt, ndihmë dhe admirim. Me çdo kilometër që kalonte rrite jo vetëm qëndrueshmëria e saj fizike, por të besimin në botë. Mësova se shumica e njerëzve janë të mirë, dhe se guximi shpesh do të thotë thjesht të bësh hapin e parë, ose në rastin tim, pedaljen e parë. Tenda ishte shtëpia e saj, bicikleta shoqëruesja e përhershme, kam fjetur në vende të pabesueshme, kujton ajo në liçene, në pyje, në maja malore, kur zgjohem në mëngjes dhe dieli lindi kodra, kupton se çfarë do të thotë liria vërtet. Natyra, thot ajo, e mësohet të jetojë në çast. Me bicikletë përjeton botën me ritmin e saj, ndjen çdo ngjitje, çdo frymëre, çdo aromë. Kur më në fund arriti në Kosovë, ajo ishte fizikisht e lodhur, por shpirtërisht e mbushur plot. Kam mbritur në atë unë tim, thot ajo. Për Liridona Muzaçin, udhëtimi nuk ishte vetëm një sfidë sportive, ishte një kthim tek rrënjët, por dhe një deklaratë për pavarësi. Piktoria shqiptare Linda Lupi prezanton veprat e saj në Gracie Mansion në New York. Në një nga netët e veçanta për komunitetin shqiptar në Shtetet Bashkuara më 7 nëntor, në rezidencën historike Gracie Mansion në New York, artistja shqiptare Linda Lupi arriti një moment të paharrueshëm në karrierën e saj artistike, prezantimin e veprave të saj përpara
kryetarit të Bashkisë së New Yorkut Eric Adams në kuadër të eventit Albanian Diaspora Night. Në këtë mbrëmje të mbushur me emocione, art dhe kënaqëri kombëtare, Linda Lupi e njohur për stilin e saj të veçantë ekspresiv dhe për mënyrën se si e përzien simbolikën shqiptare me estetikën bashkëkohore, i dhuroi një nga pikturat e saj kryetarit Adams, një gest i ngrohtë që u prit me entuziazëm dhe respekt nga të panishmit. Eventi mblodhi zemrat e njohur të shqiptarëve diasporës nga bota e politikës, artit, sportit e biznesit. Në fjalën e saj, Lupi tregoi rëndësinë që ky moment ka për një artiste shqiptare që përfaqëson vendin e saj në një qendër si New Yorku, simboli i diversitetit, mundësive dhe bashkëtesës kulturore. Të ekspozosh veprat e tua në shtëpinë historike të kryetarit të Bashkisë së New Yorkut nuk është vetëm nder personal, por dëshmi se arti shqiptar zë një vend në skenën ndërkombëtare, tha ajo. Mbrëmja u karakterizua me atmosferë të ngrohtë ku arti, muzika dhe fryma e bashkimit e diasporës u shfaq. Kush ka të drejtë ta tregojë historinë? Me 20 shkurt 1991 u rrëzua statuja e Rogjës. 34 vjet më vonë, Johannes Kessler, një gazetar gjerman, kthehet për të zbuluar të vërtetën dhe për të kërkuar martën. Ajo që gjen nuk është një përgjigje vetme, por versione të ndryshme të së njëjtës ngjarje, kujtime që nuk përputhen, dosjet pa plota, heshte që peshojnë po aq sa dokumentet. A ishte një akt spontan apo një skenar i planifikuar? Çdo personazh, përfshirë dhe vetë statuin, e tregon ndryshe atë ditë. Në fund pyetja nuk shtrohet se çfarë ndodhi, po si kujtohet ajo që ndodhi. Kjo është pak a shumë linja e romanit më të ri, Manual Rrëzimi, që rrëfehet si një kaleidoskop e historive njerëzore mes fajt, eshjes, dashurisë dhe kujtesës në Shqipërinë e djeshme e të sotme. Kur 5 vjet më parë nisa të mblidhja çdo informacion që më binte në dorë për këtë ngjarje, nuk e dija se do përfundonte një vepër letrare. Librin e kam shkruar pothuajse me një frymë për javë të tëra. Në një moment personazhet më morën prej dore dhe më drejtuan në shtigje të tjera të parahura për mua, që mendoja se zotëroja temën. U jam mirënjohëse atyre si dhe miqve e kolegëve që më ndihmuan në sugjerimet e vyera nga Kasrio Dervishi, Dhurata Sheri, Ervisa Paloka, Armando Babani, Çelo Hoxha, Florin Zyberaj e të tjerë. Dhe lajmi i fund e pa precedente, River Plate nuk mund të grumbullohet para Superklasikos. Arsyeja është këngëtarja shqiptare Dua Lipa. Në Argjentinë, ku futbolli është fe dhe Superklasikos mes Boca Juniors dhe River Plate është ngjarja më e madhe e vitit, ndodh diçka që askush se kishte imagjinuar. River Plate nuk do mund të bëjë grumbullimin tradicional në stadiumin monumental përpara derbit të së dielës në mbrëmje. Arsyeja thjesht dhe qartë, stadiumi është zënë nga 2 koncertet madhështore të këngëtares shqiptare Dua Lipa, e cila ka mbushur me fanca një nga arenat më të bukura të botës për të sjellë muzikën e saj. River Plate e kishte shndruar në traditë që gjithmonë para ndeshjes në transfer ndaj Bokës grumbulloi në stadiumin e saj, duke krijuar një atmosferë elektrizuese, po kësaj ere, për shkak të koncertit të Dua Lipës, grumbullimi në stadium do të anashkalohet. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dam fund kronikës sonë informative. Miru takofshim në emisionet tjera.